Një ngjarje tragjike ka ndodhur të mërkurën në Bregdetin e Shëngjinit, ku 2 të rinj nga Kosova kanë mbetur të vdekur në Shqipëri. Sipas raportimeve, 5 të rinj nga Kosova kishin vizituar Shëngjinin derisa kishin hyrë në det ku edhe u përballën me dallgët e fuqishme, të cilat edhe ju morën jetën 2 prej tyre. 2 të rinjët nga Kosova, Leonid Aliu e Jetmir Binaku, të dy rreth moshës 20 vjeçare, vdeqën si shkak i dallgëve të mëdha. Derisa së bashku me viktimat gjendeshin edhe 3 persona të tjerë me inicialet A.M, A.B dhe D.R, të cilët arritën të shpëtohen falë ndërhyrjes së shpejtë të qytetarëve dhe forcave të rendit. Në ndihmë të tyre erdhën disa qytetarë që ndodheshin pranë zonës. Në bashkëpunim me policinë, ata mundsuan nxjerrjen e 5 të rinjve nga deti, por për Leonid Aliun dhe Jetmir Binakun ishte tepër vonë. Ndërkaq 3 nga ata të cilët kanë shpëtuar janë të shtrirë në urgjencën e Lezhës dhe gjendja e tyre është stabilizuar derisa vazhdon të jenë në kujdesin e vazhdueshëm të stafit mjekësor. Viktimat e shtrirë në spital janë vizituar nga ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Skender Durmishi, së bashku me kryetarin e Bashkisë së Lezhës, të cilët janë interesuar nga afër për gjendjen shëndetësore të rinjve. Ndërsa 3 të rinjët e shpëtuar po trajtohen në kujdesin e mjekëve, familjarët e Leonid Aliut dhe Jetmir Binakut po përballen me humbjen e rëndë të më të dashurve të tyre, në një tragjedi të rëndë që ka prekur mbar opinionin publik.